Një grup të rish në Lezhë zgjodhën të flasin ndryshe, jo me fjalime, por me një protestë simbolike, ku bankat e shkollës u kthyen në zëdhënëse të problemeve që ndjekin çdo ditë nxënësit. Ata u mblodhen në qendër të qytetit dhe përmes kësaj forme artistike dhe ironike, sollën në skenë një panoramë të zymt të sistemit arsimor. Shkollat që mburren me fasade jo me përmbajtje, mungesë shërbimesh bazë, mungesë transparencë dhe një administrim lokal që hesht përballë kërkesave të komunitetit arsimor. Vetë nxënësit që morën pjesë në protestë theksuan se arsimimi sot duket më shumë si një platformë për interesa politike, sesa si një proces zhvillimi për të rinjt. Synimi është absolutisht krijimi i një shoqërie më të mirë dhe le të themi mirë funksionimi i institucioneve ku ne krijohemi. Jo vetëm ne, po edhe motrat dhe vëllezërit tanë që janë në moshë më të thyer dhe le të themi këto ndikime, këto problematika që u treguan në këtë demonstrim janë shumë problematike për të ardhmen e tyre. Ne kemi zbuluar domethënë që shumë shkolla promovojnë partitë politike dhe mbajnë qëndrime të njëanshme. Kjo gjë domethënë ndikon automatikisht edhe tek nxënësit. Te fjalimin timin dua të preku si fakt kryesor një kërkesë llogaridhënie ndaj Bashkisë Lezhë për të bërë transparencë me fonde që i dedikon dhe alokon secilës shkollë pra në veçanti, siç u has edhe te protesta jonë kreative. Pasi në të vërtetë bëjnë edhe ju secili prej prindërve një llogari me lapse letër se sa vërtet është vërtet arsimi publik falas këtu në Lezhë apo në fund dalë një kosto goxha e madhe për secilin që rëndon në barrën e shpinën e secilit prej prindërve. Nga ana tjetër, politizimi i shkollave dhe arsimit këtu në Lezhë është në shifrat e frikshme, mjafton të futemi në secilin faqe zyrtare, në shumicën prej faqeve zyrtare të shkollave të ZVA Lezhë është një rrjetëzim i servilizmit që i bëhen partisë politike, sidomos asaj në pushtet. Ky reagim vjen në një moment ku gjendja në shkollat e Lezhës vazhdon të përkeqësohet, ndërsa diskutimet mbi zgjedhjet mbeten të kufizuara dhe larg prodhimit të politikave konkrete që do të përmirësonin realisht kushtet për nxënësit dhe mësuesit.